Shkruajmë sakt fjalët. Sot do të shohim disa fjalë që përdoren në shtëpi. Vendi në të cilin gatuajmë quhet kuzhinë dhe personi kuzhinier. Të dyja fjalët janë shkruar gabim. Shkrimi i saktë i tyre është kuzhinë, pra në vend të g-s shkrimi i saktë është me k, dhe personi që gatuan kuzhinier, pra përsëri në vend të g-s kemi k shkrimin e saktë, ndërsa njëja është n dhe i. Dhomë ndenjeje është dhoma në të cilën rrim në shtëpi, është shkruar gabim fjala ndenjeje, fjala e saktë është ndenjeje, pra mungon shkronja j. Banjo është shkruar gabim, shkrimi i saktë i saj është banjë. Jemi përsëri me fjalë të cilat përdoren në shtëpi. Kemi shkrimin e fjalës çezmë dhe çesmë, cila është fjala e duhur. Fjala e saktë është çezmë. I brig apo i brig. Fjala e saktë është i brig. Pecetë apo picetë. Fjala e saktë është pecetë. Dhe lampë apo lambë. Fjala e duhur është lambë. Fjala batanie është shkruar gabim, fjala e saktë është batanie, pra këtu mungon shkronja j. Batanie. Fjala jastik është shkruar gabim, fjala e saktë është jastëk. Kemi dy fjalë të shkruara gabim, karike dhe karigja. Fjalët e sakta janë karige, pra në vend të k-s shkrimi i saktë është me g. Dhe karigja, shkrimi i saktë është karigja.